shtet, një hoxh, kur ti thot për një motër, hajde një po dalim prej xhami, sa janë 2000 veta. Për një motër të kishës e kanë bërë vet. Po. Në ka dalë. Ama ndryshe është motra kishës, ndryshe është prifti. Ortodoks, katolik, hoxha, babamondi, po ata iftarët i hajnë bashkë me ta. Babamondi... A ban pak me ndërhyj ju lutem, ju kërkoj falje. Po? Njëjta temë ka qenë edhe para 20 ditësh, më ka bo drejt për drejt pyetje zonja Iqbale për ketë. Une, për rap, mendimi jem është që priftrinet e hoxhallarët, e babamondi, e shumë tjerë, të mirën me besimin e vetë të cilin e kanë në Perëndi. Mos të hinë politik. Në çdo shtet, ku ka hi besimin politik, ai shtet është shkatërru. Babamondi, prifti, hoxha, na internava, nuk kanë nevojë ata me hi në protest, munden me hi vesh një, po duhet me dhënë deklarat që na jemi ose me zullumçarin, ose me popullin. Ata në për Krishtlindje, më falë të lutëm, në për Krishtlindje, në për iftare, kur në Palestinë bukës kanë pas ka me ongër, ata kanë shtru iftaret më të mira, i kanë pas me ambasadora të huj, me Edi Ramën, nëse ti nuk dush mu lidh me politik, mos mi thirti mu zullumçarët për iftar. As për Krishtlindje, e të rrinë për vende. Zonja Iqbale. Ja, të lutëm, Kleriket fetar, priftrinet, edhe hoxhallarët. Zotri toni, politika... Unë këtë nuk bin pajtim me ty. Mos bjertim pajtim, po mundesh me vol nga aspekti krishter, nga aspekti islam. Duka gjemë ishtë një minut, kjo shumë mirë e ka, o të thonë shumë bukur, edhe një sen po të me zullumçarin, a jeti me të shtypurin, kallëzon. Kush të vjen në politik, shkoj të prifti, shkoj të hoxha, shkoj të gjithë. Këtë në regullë. Kjo s'qen ka politika, po. A kjo s'qen ka, mirë po thotë kjo, a s'qen ka këtë politik, ta po shkojnë të ta, pi marrin bekatit e tyre. Po. A pi relatojnë, po. E pse atëherë, kur na nuk e kem politikonin zot, e kem Krishtin, e kem priftin, e kem hoxhën, e kem... Të lutëm. Na jemi... Atë babavon këna qyshe pa taj i Shqipëris, pse do më thonë na shkojmë lutun të ta, vëlla. Në të vinë edhe ata me thonë, o zotëri nuk e ki mien, të luti, hec. Zotëri Tushi, në Kuran Zoti thot, unë jam me zullumçarët. Më falë, me të shtypurit. Tash, unë pse kom shku në protest? Unë e di që jam vetëm një flutur. Nuk kom kriju as ekosistem. Se ti kisha pas janë 100 flutura mas meje, kur bashkon kretë në flutrat bëhet ekosisteme dhe bëhet një frym, sa do që janë të lehta të vogla ato flutura. Po unë kam qenë vetëm një flutur. Zonja Iqbale, e ka morë një problem. Sepse, veç pak lutem, sepse unë du me pas dëshmi para stërnipave të mi. Po se gjithmonë hoxhallarët edhe priftat janë konë me mbretnit edhe me halifet edhe me zullumçar. Gjithmonë. Gjithmonë, sepse forca është e prifti. Prifti kur të lutët, duhet mu lutë në kish. Hoxha kur të lutët që ai popull është të vujt që 4 dekada prej hajnave, prej korruptuzve dhe duhet me dalë në rrugë. Hoxha me krejt ka dalë, duhet me dalë, për priftin nuk e di. Ama, shikoni që ta që për thamë, unë e pse kom dalë. Unë e di që veç i kom bënë ndoshta dom vetit, po shpeti kanë me ma hek në ngratën. Bile edhe pasaport shqiptar kom e martë, ma e një me. Por, unë e kom dalë, se unë e shoh mas 40 vjete, mas 40 vjete, 30, 50, e shoh një stërnipi jem, që ka me thonë, oj, gjyshja jeme, pse s'ke punu, unë po mytëm, po masakrohem, po shkatërohem.
Se kjo është historia e para 1967-ës, kur janë zaptu tokat, kur i kanë shit tokat e kur i kanë bo. Prandaj unë e kom dëshmi të Allahi që kom dalë. Edhe kom dalë edhe të fëmijët e mi, të nipat, stërnipat e mi, ja kom nis librin me shkrujt, kur u shpalla nën grata. Prandaj, miq të nderuar, mos jetoni sot për nesër, sepse vallahi billahi kanë mja pështy varrin e juj, kanë mja pështy pragin e xhamis, pragin e kishës kanë mja shty. Pse nuk po dilnim? Jo, na nuk miremi me politik, mos u merrni me politik, mos dilnë protest me thonë Allahi është një ose Jezusi është djali i Zotit. Ajo është fe.